Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, është dërguar urgjentisht në qendrën klinike në Beograd për shkak të problemeve serioze shëndetësore dhe është vendosur në repartin e pulmonologjisë. Ai po merr trajtim të terapisë intensive dhe është i lidhur me aparate për frymarrje pasi është diagnostikuar pneumoni e dyfisht, infeksion në të dy mushkrit. Mjekët kanë thënë se situata është shumë e rëndë dhe po bëjnë gjithçka për ta stabilizuar atë, raporton Danas.rs. Mjekët kanë theksuar se në 72 orët e ardhshme pritet të shihet se si do të zhvillohet gjendja e tij dhe për momentin është ende shumë herët për një parashikim. Dačić ka pasur probleme me shëndetin edhe ditët e fundit dhe për këtë arsye nuk ka marrë pjesë në disa angazhime të punës politike kohët e fundit. Ndryshe, Dačić ka qenë zëdhënës i kasapit të Ballkanit, Slobodan Miloševićit gjatë viteve 90. Të tjera detaje janë zbardhur nga arrestimi i efektivit të policisë së shtetit Aurel Kaziu, i cili u arrestua nga autoritetet e Kosovës pasi u gjet një shumë prej 1 milion eurosh të padeklaruara. Burime të reja të bëra publike nga mediat shqiptare hedhin dritë mbi rrethanat dhe profilin e 28 vjeçarit, i cili kishte më pak se një vit që ishte emëruar si agent krimesh në komisariatin numër 5 në Tiranë. Sipas tyre, i riu dyshohet se mund të jetë nga grupe kriminale për transportimin e shumave të mëdha të parave drejt Shqipërisë. Ajo bëri me dije se pala e Kosovës kishte siguruar informacione paraprake për lëvizjen e automjetit dhe më pas ka kryer një kontroll të detajuar me pajisjet posaçme, ku u zbulua shuma e konsiderueshme e parave e fshehur në pjesën e poshtme të furgonit. Ende nuk është përcaktuar burimi i parave, ndërsa hetimet po fokusohen në dyshimet se ato i përkasin një grupi kriminal që operon në territorin e Kosovës dhe Shqipërisë me qëllim pastrimin e tyre. I arrestuari është një polic i ri, thuajse një vit kishte si polic, ishte një agent krimesh, kishte pak kohë i fejuar, familjar. Ai mund të jetë përdorur nga grupet kriminale për transportin, i binte për rrugë toksore nga Serbia drejt Kosovës. Pala e Kosovës kishte marrë informacione. U bë një kontroll me pajisje të tjera, ku u zbuluan parat. As pala e Kosovës, as pala shqiptare nuk janë në gjendje të zbulonin nga vinin këto para. Dyshohet se janë të një grupi kriminal që vinë në territorin shqiptar, qoftë të Kosovës, qoftë të Shqipërisë, për pastrimin e tyre, u shprehën media. Kaziu u pezullua nga detyra një ditë pas arrestimit. Në njoftimin zyrtar, policia e shtetit bëri me dije se pezullimi erdhi pas nisjes së hetimit disiplinor, pasi efektivi së bashku me 2 shtetas të tjerë u kap më 24 shkurt në fshatin Merdar, duke transportuar 1 milion euro të padeklaruara pranë autoriteteve doganore të Kosovës. Mësohet se 28 vjeçari ishte nisur drejt Kosovës menjëherë pas përfundimit të shërbimit, duke përfituar nga 2 ditë pushim. Ai nuk kishte njoftuar reprorët për daljen jashtë territorit shqiptar, ndërsa askush në strukturat përkatëse nuk kishte dieni për lëvizjen e tij. Në të njëjtën kohë, burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se emri i tij është përmendur edhe më herët në dyshime për përfshirje në transport mallrash dhe emigrantësh shqiptar drejt Mbretërisë së Bashkuar, çështje që pritet të verifikohet në vijim të hetimeve. Së bashku me Kaziun, në prangaran edhe Ardit Laska dhe Etnik Ahmak Gjokaj, të cilët udhtonin me të njëjtin automjet. Zbulimi i shumës së parave u bë nga shërbimet kufitare dhe doganore të Kosovës pas një kontrolli të detajuar që nxori në pah mekanizmin e sofistikuar të fshehjes së parave. Hetimet vijojnë në bashkëpunim mes autoriteteve shqiptare dhe atyre të Kosovës, ndërsa pritet që ditët në vijim të hedhin më shumë dritë mbi origjinën e milionit e eurove dhe rrjetin e mundshëm kriminal që qëndron pas kësaj ngjarjeje.